Exceli është programi më i përdorur i spreadsheetave në botë. Exceli është një mjet i fuqishëm për të përdorur për funksionet matematikore. Pse të studiojmë Excelin? Exceli është programi më i përdorur në botë. Fusha shembujsh ku gjem përdorim. Analiza e të dhënave. Menaxhimi i projekteve. Financa dhe kontabiliteti. Çfarë është Exceli? Exceli shqiptohet Excel. Është një program spreadsheetash i zhvilluar nga Microsoft. Excel organizon të dhënat në shtylla dhe rreshta dhe na lejon të kryejmë funksione matematikore. Ai funksionon në Windows, MacOS, Android dhe iOS. Versioni i parë u publikua në vitin 1985 dhe ka pasur disa ndryshime gjatë viteve. Megjithatë, funksionaliteti kryesor mbetet kryesisht i njëjtë. Excel përdoret zakonisht për analizë, futje të dhënash, menaxhim të dhënash, kontabilitet, buxhetim, analizë të dhënash, pamje vizuale dhe grafik, programim, modelim financiar dhe shumë më tepër. Pse të përdorni Excelin? Është programi më i popularizuar i spreadsheetave në botë. Është i lehtë për të mësuar dhe për të nisur. Kufiri i aftësive është i lartë, që do të thotë se mund të bëni gjëra më të avancuara ndërsa përmirësoheni. Mund të përdoret si në punë ashtu edhe në jetën e përditshme, si për shembull për të krijuar një buxhet familjar. Ka një mbështetje të madhe nga komuniteti. Mbështetet vazhdimisht nga Microsoft. Shablonet dhe kornizat mund të ripërdoren nga ju dhe të tjerët, duke ulur kostot e krijimit. Fillimi. Ky kurs do t'ju mësoj bazat e Excelit. Nuk është e nevojshme të keni ndonjë përvojë paraprake me programet e spreadsheetave ose programimin. Office 365. Mënyra më e lehtë për të filluar me Excel është përdorimi i Office 365. Office 365 nuk kërkon shkarkim dhe instalim të programit. Ai thjesht funksionon në shfletuesin tuaj. Në kursin ton do të përdorim Excelin e instaluar në kompjuterin ton. Pasi të hyni në aplikacionin Excel, klikoni në butonin libër pune i ri bosh për të filluar me një libër pune të ri. Futni një emër për librin tuaj të punës dhe shtypni butonin Enter. Pamja e Excelit ka shtylla dhe rreshta, ngjashëm me një libër ushtrimesh matematike në katror. Mos u shqetësoni nëse funksionaliteti duket i tepërt në fillim. Do të ndiheni rehat ndërsa mësoni më shumë në kapitujt që do të vinë. Për momentin përqendrohuni te rreshtat, shtyllat dhe celulat. Tani le të krijojmë një funksion. Së pari, klikoni 2 herë celulën A1, atë që është shënuar me drejtkëndëshin e gjelbër në video. Së dyti, shkruani baraz 1+1. Së treti, shtypni butonin Enter. Urime. Ju keni shkruar funksionin tuaj të parë, 1+1 baraz me 2 dhe funksionet të tjera si vijojnë.